Çfarë po ndodh në SHKUK? E vërteta e shërbimeve të hemodializës në SHKUK. Shërbimi spitalor klinik universitar i Kosovës, pavarësisht ankesave të qytetarëve për mungesë të shërbimit hemodializës, ka deklaruar se pacientët janë duke marrë trajtimin e tyre në SHKUK, por edhe në spitalet e përgjithshme. Së fundmi është raportuar për mungesë të shërbimeve të duhura të hemodializës në SHKUK. Sipas SHKUK-s, për momentin ka material të mjaftueshëm për zhvillimin e seancave dhe nuk ka pasur asnjë vonesë në ofrimin e shërbimeve. SHKUK ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që furnizimi të stabilizohet plotësisht. Në Kosovë janë rreth 900 persona që marrin shërbime për dializë, ndërsa 220 prej tyre trajtohen në klinikën e nefrologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, QKUK. Shërbimi spitalor klinik universitar i Kosovës, pavarësisht ankesave të qytetarëve për mungesë të shërbimit të hemodializës dhe disa lajmeve në media, ka deklaruar se pacientët janë duke marrë trajtimin e tyre në QKUK, por edhe në spitalet e përgjithshme. Hemodializa është një procedurë gjatë së cilës një aparat dialize dhe një filtër special i quajtur veshkë artificiale ose dializer përdoren për të pastruar gjakun. Për të futur gjakun në dializer, mjeku duhet të bëjë një hyrje në enet e gjakut të pacientit. Kjo zakonisht realizohet përmes një ndërhyrje të vogël kirurgjike, zakonisht në krah.